Si duhet ndryshuar nuk e dim. E dim si vjen ndryshimi. Pra, e dim dhe si duhet ndryshuar. Po si arrit këtë ndryshim? Kemi thënë, kemi vite bashkë. Po ta ka dominuar në çdo aspekt. Por patjetër, debatet, diskutimet, përplasjet, kongreset, konferencat e jashtëzakonshme, këshillat kombëtar, kryembledhje kryesie, mbledhje byroje, çuaj sa dush ti, me gjitha në radhë. Plenumi jashtëzakonshëm. Vetëm një emër kam mbizotru. Problemi është që në Partinë Demokratike, së paku, deri në vitin, po e quajmë 2021, në çdo rast ka pasur një alternativë brendshme. Sot, po pra. Atëherë, ti do thuash s'ka dhe pse s'ka. Ose është Taliani, pastaj. S'ka dhe pse s'ka do thuash ti. S'ka. Dhe pse nuk ka. Pse nuk ka. Është vërtet, ata të votuarit se është të votuarit. Ata edhe brenda PD-s paktën demokratët treguan që si dy alfat e mundshme pas. Jo, demokratët në vetë e treguan. Votuan dy persona jashtë liste. Ato tani janë demokratë. 40 jo alfat, ose alti është alfa. Dakord. Ipse vetëm një gjë, mos të fajsojmë demokratët. Demokratët votuan e dhanë mesazhe për model. Pastaj këta që zgjodhen këta prap dolën. Tani unë mendoj kështu, unë e shoh kështu, me të paktën me sa e njoh Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Sali Berisha sokol që në momentin e parë, si e tha dhe ju në 91-92, ka pasur përvojë të madhe politike ndryshe nga të tjerët që nuk e kanë pasur këtë përvojë, sepse ka bërë një jetë partie të brendshme në Partinë Komuniste, Partinë e Punës në atë periudhë, dhe natyrisht këto kulisat, intrigat e politikës e tjera i dinte, por mbi të gjitha ka ditur atë tjetrën që në politikë, nëse tjerët e shikonin politikën me empati, do me thënë në raport me njerëzit, ta zhvillonin politikën me empati në raport me njerëzit, Sali Berisha empatinë e kishte në lëkurë, e kishte të jashtme, por brenda vetes ka pasur atë parimin që thot Machiavelli, që ajo që është e moralshme mund të bëhet e pamoralshme, të shitet si e pamoralshme, dhe ajo që është e pamoralshme të shitet si e moralshme kur ta do interesi. Dhe këtë Sali Berisha e bëri në 2013, në 2021, kur u kthye për të marrë foltoren. Çfarë bëri ai? Ai ka studiuar, ai njeh Partinë Demokratike me të gjithë personazhet që ka brenda, ndoshta edhe tek anëtarët më të skajshëm të saj, ose tek individët të cilët kanë dhe influenca lokale, madje tepër lokale dhe shumë lokale. Po, unë kam qenë antar kryesie nga 2001 nuk e diskutoj që ai një PD-n. Tani, jo për çfarë dua të them, pse një prit. Por që fakti është që Partia Demokratike gjatë 35 viteve, ja një sekondë, debat po bëjmë në këtë sens nuk jam moderator, jam në konflikt interesi. Por ideja, një sekondë, ideja është në këto 35 vite, jam dakord me ty që Sali Berisha është pa diskutim personi që e njeh më shumë PD-n, se e ka ngritur partinë vet. E ka lënë vetë në dorë të Bashës, ja ka marrë vetë Bashës kur deshe etj. Apo Selamit kur deshi, apo Tritan Sheut etj. Gjithve me radhë ja ka dhënë dhe ja ka marrë vetë. Tu problemi është në çdo rast, dhe në rastin më ekstrem, ka patur brenda një reagim brendshëm që ka treguar që ka një shpirt Partia Demokratike. Pra që nuk kontrollohet dot nga strukturat. Është shpirti brendshëm i PD-s. Çu ka lind kjo parti? Po pra, prandaj fola për empatinë në fillim. Ai ka lindur, ai e ka ndërtuar. Po tani nuk është më. Po ja pra. Ai e ka ndërtuar karrierën e tij duke mbi dobësitë e bashkëpunëtorëve të vet. Prandaj thash që i njeh të gjithë, i njeh me avantazhet dhe dizavantazhet, me forcën e karakterit, me interesat që kanë, me dobësitë e tyre që kanë, dhe mbi këtë ndërtoi strukturën e tij të njerëzve të besuar. Sali Berisha nga 2007 e mbrapa, në Partinë Demokratike marrëdhëniet me figurat politike, me personazhe politik, qofshin këta dhe lokal, ku kam bërë pjesë edhe unë atë periudhë, nuk i ndërtojnë më në bazë të sa vota ti je në gjendje të mjapësh, por i ndërtojnë në bazë se si ti ishe në gjendje ta ndaje pushtetin me të dhe të bëheshe që ti vjetim funksion, ti vjetim funksion votat. Ti bëheshe ti mëkatar, ti të bëheshe mëkatar, pra o të merri para, o të merri pushtet. Që ta aktualizoj. Ti po thua që Ali Mehmeti, Tabaku, Bardi, pra brezi i liberalëve, kanë marrë vota dhe po ja ofrojnë Sali Berishës? Shiko, ata kanë kuptuar një gjë se unë i kam dëgjuar dhe me këta vesh, kam qenë me ta, siç ka qenë dhe Rezi. Po unë do t'rregoj një episod. Momentin kur ne kemi qenë në Partinë Demokratike, që kishim vulën, zyrën, gjitha, do me thënë, ishte Partia Demokratike zyrtare, siç kish ngelur, do me thënë, siç këta kanë qenë aty. Mirë po, këta njihnin fuqinë e Sali Berishës. Dhe në atë moment këta thanë,
E imagjinoni dot nëse ne do të vazhdojmë këtë luftë, unë nuk e them me emër, po ndoshta na dëgjon tani dhe i kujtohet kjo bisedë, nëse ne do të vazhdojmë pa merak se dëgjon. Nëse ne vazhdojmë këtë luftë, i bie që ne pas 10-15 vjetësh të hyjmë prapë në parlament. Do të thënë që ne të mundim Sali Berishën, do të thënë i bie që pas 10-15 vjetësh ne të formojmë partinë ashtu siç duhet dhe pastaj të futemi në parlament. Kështu që është e tmeshme të rimë dhe të presim kohën për të futur në parlament. Kështu që ata zgjodhen dhe shkuan tek ai që ata menduan se ishte më i forti. Pra, midis një rrugë të mundimshme për të bërë një parti demokratike të vërtet, demokratike siç ne që ishim aty qëndruam dhe vendosim, se jo se ne s'kishim oferta, por ne rezistuam dhe qëndruam sepse e kishim seriozisht atë gjë dhe do ta bënim jo për interesin ton, por për demokratët dhe për Shqipërinë tek e fundi se duhet një parti demokratike duke bashkuar të gjithë ato rryma, individ, fraksione, të larguara edhe në kohën e historikut të Partisë Demokratike, me qëllim që ata nuk do t'i bashkonim ne. Vetë mënyra se si do të bëj partia, ata do të gjenin veten brenda atyre se ishin aksionerë që nga dita e parë në atë parti. Këta na braktisën këtë kauzë dhe shkuan te Sali Berisha. Madje duke bërë një lojë të dyfisht, se ndërkombëtarëve me të cilët s'kishin vetëm ata kontakt, më vonë morëm dhe ne kontakt, që s'ishim deputet, ju premtonin që ne jemi pikërisht në këtë linjë. Sali Berisha është i mundur dhe ne nuk i jepim grup parlamentar Sali Berishës me qëllim që t'i japim oksigjen politik. Këta ç'a bën? Këta morën grupin parlamentar, pikërisht ai që qe Meraku si amerikanëve dhe jo evropiane, dhe ja çuan Sali Berishës se deri në atë moment Sali Berisha ishte pa deputet dhe ishte jashtë politikës. Ishte tërësisht jashtë politikës, se në momentin kur ti jashtë politikës nuk ishte, po them jashtë politikës ishte para politikë, se bëte politikën një nga elementët. Po pra, e bëte politikën në rrugë. Kurse tani u bë numri 2. Po pra, nuk ishte në tryezën, në parlament, nëse nuk je në tryezën ku bën komisionet, ligjet, marrëveshjet, reformat e tjera, ti je jashtë politikës, se politika aty prodhohet. Kjo është prodhosh politikë, jo ligjerimi, çfarë është kjo retorika politike që bën ti nga ku të duash. Dhe në këtë moment këta bën, i dhanë oksigjen Sali Berishën, jo oksigjen, e ngjallën Sali Berishën, se oksigjenin ja dhanë ata që e mbajtën, që shkuan në pas. Kam një pyetje. E ngjallën Sali Berishën. Pse? Këtë me njerë pas publicitetit.